Edhe shërbimet amerikane e dinin se nuk kishte lidhje, por kjo nuk e ndaloi administratën të shpikte të vërtetën e saj nga gjaku dhe ajri i holl, aq të vendosur ishin për të pushtuar Irakun. Në Afganistan, SBA kishte kapur një burr, Ibn al-Shay al-Libi, të dyshuar për lidhje të nivelit të lartë me Al-Qaedën. SBA e dërgoi të burgosurin me arkivol të mbyllur në Egjipt, ku autoritetet egjiptiane e torturuan derisa ai pranoi se Iraku mbështeste Al-Qaedën dhe po ndihmonte në prodhimin e armëve kimike dhe biologjike. Ky ishte një rrëfim i marrë nën torturë dhe prandaj, siç thekson raporti i vitit 2014 i Komitetit të Senatit për Inteligjencën mbi torturën, thelbësisht i pabesueshëm. Al-Libi më vonë tërhoqi deklaratën, duke thënë se u kishte thënë torturuesve atë që mendonte se donin të dëgjonin. Pavarësisht kësaj, informacioni të cilin vetë inteligjenca amerikane konsideronte të rrem, u përfshi në fjalimin e Colin Powellit para Këshillit Sigurimit të OKB-s në shkurt të vitit 2003.